20 mars, ngrihullin luftoni për vendin tuaj. Në diskutimin me asaj që ndodh në Iran, ka dy platforma. Që Trump hyrin luftë i tërhequr nga çifutët, nga Netanyahu, dhe dyta është që për 2 javë Irani mund të kishte përgatitur bombën bërthamore. Fillimisht e kërkoj që të subscribe, abononin kanalin ton, sa më shumë subscriber, aq më e madhe mundësia për të arritur tek shqiptarët kudo, në Shqipëri, në Itali, në Amerikë pa diskutim, kemi deri në Australi, Kanadaja gjithashtu, më e madhe mundësia sponsor. Në këtë krizë botërore në lidhjen e mesme, kërkon që të shpëtoj Ajatollahu Tiranës. Pati një takim natën vonë me ambasadoren skandaloze amerikane në Athinë, duke që i ka shitur falas, natyrisht ka marrë pjesë në tip me minjera në jug Shqipërisë për grekët, ai që hiqet si nacionalist i madh, dhe s'pak duket se do të dërgoj mandat për korrupsion për Ballukun, dhe ka shumë gjasa që njëra nga lindat të dorëzohet nga Rama. Linda tjetër, për cilën thoshte që ishte me qira, pas kërkish pasur 4 apartamente. Por Alibaba nuk ka se të di. SPAK është afër Surrelit. Në qoftë se nuk do të jetë SPAK, do të jenë agjencitë e huaja, sidomos tek transfertat $100 milion të ABI Bank në Cayman Island. Kthehemi dhe njëherë te Irani. Rubio në hearing në Senat ka thënë që ne u tërhoqëm në luftë nga Netanyahu. Me njëherë mbas kundërshtisë të presidentit Trump është detyruar të thotë që jo, presidenti ka marrë një vendim. Çfarë ka ndodhur? Lindsey Graham, senatori që ka 30 vjet në Kongres Amerikan, ka thënë Bill O'Reilly se në takimin që ka pasur Kushner Witkoff me ministrin e jashtëm iranian, të dërguarit e Trump i ka thënë që do të kemi një marrëveshje afatgjatë, ju kur nuk do të pasuroni uranium për të pasur një armë bërthamore, dhe për të mos mbetur të turpruar në sy të botës, do të lënë për pak pare të pasuroni uranium për arsye komerciale. Ministri i jashtëm i ka thënë me qira fjala, ne kemi 460 litra kilogram uranium të pasuruar 60%. Kjo ishte alarmante, por ministri i jashtëm mund të ketë bërë blof, mund të jetë tallur me Kushnerin, mund të jetë tallur me Witkoff. Në qoftë se kjo do të kishte ndodhur me Obamën dhe Biden, më njëherë do ulin të pranonin kushtet e Iranit. Por kjo nuk do ndodhte me Trump. Për të shpjeguar diçka, për prodhim komercial, uraniumi pasurohet deri në 20%. Kur Trump i ka bombarduar 6 muaj më parë, kishte kaluar pasurimi mbi 20%. Në qoftë se ata e kanë uraniumin 60%, nga 60% te 90% që duhet për një armë bërthamore, duhen vetëm 2 javë. A kishte drejt Trump të quante arsye eminente, por e njëjta skemë është luajtur nga Saddam Hussein, i cili kishte deklaruar se gjoja kishte armë shkatërimit mas. Në fakt nuk kishte. Pra, ajo lufta e propagandës CIA është në problemet mëdha. Por numri 2 inteligjencës kombëtare, Kent, i cili dha dorëheqjen, i njohur si dikush që mbështet supremacinë e bardhë, tha që nuk ka pasur rrezik eminent për armë bërthamore nga Irani. Dhe ai tha që futët Izraeli e tërhoqi Trump në këtë luftë. Kjo nuk është lufta jonë, kjo është lufta e Izraelit. Në fakt, agjencia ndërkombëtare atomike, pjesë e OKB-s, i ka gjetur 3 herë
në mashtrim Iranin, të cilët nuk kanë lejuar inspektorët dhe në qoftë se Trump ka bombarduar 6 muaj më parë, u tha se u shfaros. Më vonë ministri i jashtëm do thoshte që ato 460 kg kanë ngelur të groposur aty. Dhe Trump doli me idenë që mund të çojmë një grup special marinsësh për të marrë këtë material. Problemi është ky. Në qoftë se Irani arrin të prodhojë një armë bërthamore, nuk do ta përdorë vetë, por do t'ja u dërgojë proksive tyre, Hezbollah, Hamasit, Hutis. Dhe pas një hezitim, ata do ta përdorin kundër Izraelit. Do ta shfarosnë. Izraeli ka disa bomba bërthamore. Në përplasjen e madhe midis shiit dhe suni, duket që Irani nuk ka aleat tek vendet arabe. Kanë qenë 8 president që kanë dashur ta shkatrojnë Iranin. Vetëm Trump pati guximin, çmendurinë, edhe pse mund të ketë qenë i thithur nga çifutët e Netanyahu, e goditi. Problemi tani është se si do të dilet në kjo krizë. Amerikanët në një vit mes mandati nuk do të pranonin që Amerika të dërgonte trupa. Sepse po të shikosh Vietnami, Korea, Iraku, Afganistani janë hijet të mëdha mbi politikën e jashtme amerikane. Trilionë $, në Irak, sot Iraku është anti-amerikan, godasin ambasadën amerikane. Që Irani është faktor destabilizimi në linjën e mesme e pranojnë gjithë. Por logjika që ju pasuroni uranium, unë jo, përse nuk më lejoni që dhe unë të kem. Nuk mundet Irani të shkojë si shkaloj Pakistani ose Korea Veriut. Sepse do t'ishte fundi i lindjes mesme dhe konfliktit do hapi pafund. Duket se Trump, dashje pa dashje, është në qendrën e një përmbysje të madhe që mund të ngjasë këtë vit. Pra 2026 është viti i përmbysjes së madhe për Trump. Askush nuk ishte menduar që diktatori Venezuelës do kapin në atë mënyrë. Kuba pritet bjerë nga dita në ditë. Pas blokazhit të naftës Venezuelës nuk ka kushon. Dhe Trump ka disa, ja kanë thënë qasjet, vendos dikë më pro-amerikan, largohet nga Kina, nga Italia, nga Kina, Rusia më falë, marrëveshjet janë pozitive, nafta vjen këtu. E njëjta gjë do të ndodhte me Kubën. Këtë kërkonte edhe në Iran, të zgjidhte dikë jashtë teokratëve, për të mos pasur një vend që aspiron armë bërthamore dhe të përhap tension dhe terrorizëm. Por Izraeli po ja vret çdo ditë liderët e Iranit, është diçka që nuk ka ndodhur në asnjë luftë konvencionale. Edhe pse kjo është thjesht një mision ushtarak për mendimin tim, një luftë. Dhe bie bllaf Trump kur thotë se nga rreziku i prodhimit të armës bërthamore nuk hyrandojnë, jo, sepse ishte ata kishin kohë që përgjonin Khamenei, erdhi çasti dhe Netanyahu tha do të bie, do vini apo jo, s'ka rëndësi. Siç ndodhi 6 muaj më parë. Dhe provokimet e Izraelit me goditjen e rafinerive, me njëherë bën reagimin uluritës Trump në Twitter, sepse prekej Katari, ku janë interesat miliarda $, për kushtet e familjen e tij. Pra lojat mos hapet këtu dhe Irani u tërhoq në do të godasin. A ka drejt Irani që godet vendet fqinja? Ka, sepse janë bazat amerikane, janë 200 baza amerikane. Nga këto baza amerikane hidhen raketat, ndaj dhe i përgjigjet. Por që shkatrimi është bërë shumë i madh, mbi 7.000 objekte të bombarduara, domethënë regjimi i Iranit nuk ka qenë më i dobët dhe fragil se kur. Dje kanë ekzekutuar 3 të rinj me varje. Njëri nga ato ka qenë kampioni mundjes, 19 vjeçar, me akuzën se kanë vrarë oficer policie gjatë demonstratave të janarit.
Mbas këtyre, mbas presionit Trump, ata thanë që nuk do të dënojmë njeri me vdekje. Kjo tregon frikën e madhe, tregon që mund të jenë duke ngritur përsëri iranianët. Dhe ky mund të ishte skenari më i mirë. Në qoftë se Trump kërkon zgjidhjen e konfliktit, Izraeli jo. Izraeli do kaos, do që të zgjas sa më shumë konflikti dhe dasit etnike cacotonin Iranin. Janë rreth 30% Azerbajxhanës, janë kurd, ka një masë të vogël katolike, ndërsa Trump do të shkojë te zgjidhja e tretë që fitore e madhe dhe të kthehet të përballet me problemet e mëdha të politikës amerikane. Në përplasjen me NATO, i u thash dhe dje, siç ma tha ambasadori Bolton, i cili ngre këmbanat e rrezikut për Kosovën, rrezikun e largimit trupave amerikane, janë gjitha pandema, sepse edhe vetë Bolton e di që me Trumpin asnjëherë nuk është finale derisa të jetë finale. Siç ja thash dhe dje, Trump flet në mënyrë si fëmijë për NATO, por dhe liderët e NATO-s folën si fëmijë. Nuk mund të thuash që Irani është kërcënim për qytetërimin perëndimor. Irani është kërcënim për Gjermaninë, për Italinë, Britaninë, për gjithë. Është dhe për Shqipërinë. Edhe pse ne nuk jemi interese të madh, por provokimet pasens të Ayatollah al-Khameneit me rezolutën e pa kuptim, kur asnjë vend tjetër i NATO-s nuk e bën, rrezikon sigurinë kombëtare, aq më tepër kur në Shqipëri janë 3000 marksist të opozitës irane. Ja thash dhe dje, ma ka thënë ambasadori Bolton që ka pasur plane për vrasje të liderëve shqiptarë. Nuk besoj të jetë përballën. Dje, spionazhi, pagesët e tyre erdhën deri këtu për të vrarë Trump, Pompeo dhe Bolton. Janë arrestuar dhe dënuar personat dhe me sasi pagesash nga Irani, nga garda revolucionare. Duket se Trump kërkon të ndaj ushtrin kombëtare të Iranit artesh nga garda revolucionare që mbron elitën për të gjetur dikë, siç ishte rasti i Larianit që u vra, pragmatist, me atë mund të bashkëpunton me Trump, por Izraeli po largon dhe po dërgon mesazhe të gjithë që nëse jenë në listën e vrasjes, nëse pranon një emrim do të vrasin. Natyrisht që nuk mund të zgjidhet konflikti atje duke favorizuar vetëm Izraelin. Pa u zgjidhur çështja e Palestinës, ai rajon do të ketë qetësi kurrë. Dhe pa deklaruar Izraeli që nuk do të zgjerohet më në kurriz të fëqinj. Si demokraci, si ekonomi, Izraeli prosperon. Dhe është i vetmi aleat që ka qytetërim pro-perëndimor në atë zonë. Por është i vetëm. Dhe kur kemi parasysh Turqinë, vendet arabe, në qoftë se do të kishim një Iran si Irani përpara 79-s, ky do të ishte suksesi më i madh. Askush nuk e di rezultatin. Do të ishte këmendja Trump. Trump është impulsiv, por siç thot Bolton, ai çdo gjë shikon nga prizmi i përfitimit tip personal. Në mandatin e parë e frenonim sepse ai donte që të zgjidhej herën e dytë dhe i thonin kjo të dëmton politikisht, nuk zgjidhet dhe i tërhiqej. Këtë radhë nuk e ka këtë barierë. Trump nuk garon më dhe kërkon që të lërë një trashëgimi politike, por si person narcisist, mbi vlerëson dhe shpeshherë thotë që është Amerika në 100 vitet e fundit, ekonomia më e mirë, paqe më të madhe ka bërë president si unë, nuk e ka bërë askush, 8 luftrat ndaluara, ndërtoi një luftë imagjinare, Serbi, Kosovë, e ndërkohë ai bordi paqes ka rënë. S'ka kuptim. Vendet e NATO-s duhet të dërgojnë ndihma ushtarake ndaj Donald Trump. Dhe vendet arabe, they have to pay
atë $200 miliardë që kërkon në Kongres, duhet ta pagojnë vendet arabe, sepse me 200 bazat amerikane sigurohet pikërisht paqja në këto vende, natyrisht që asgjë nuk është free, sepse është industria e madhe e naftës. Ku e le kjo Shqipërinë? Asgjë. Ajatollat e Veriut të Ballkanit lumturohen kur ka krizat për masave të mëdha. Por kjo nuk do të jetë si lufta e Irakut, nuk do të zgjasë një vit, dhe me njëherë Trump do të kthehet tek politika business as usual, sepse ndodhet përpara mes mandatit. Humbja e Kongresit do të sjellë shkarkimin e tij, impeached për herë të tretë në histori. Nuk shkarkohet de facto sepse nuk ndodh në Senat, por të gjithë sekretarët e departamenteve të tij do të shkojnë që atë rosak të vegjin në për hearing dhe nuk mund të mashtrojnë të gënjejnë dot. Hearing i fundit tregon që niveli i tyre është shumë i dobët. Jo më kot, Trump ka zgjedhur yes men, sepse mandatin e parë nuk e lejonin figurat e mëdha, Bolton, Pompeo, Mattis, këtë radhë jo. Këtë radhë Trump është pa frena. Ka realizuar diçka që asnjë president nuk do ta bënte. Në qoftë se do të jetë i suksesshëm, do të mbahet mendsi nga presidentët më dhe që goditi një të keqe të madhe. Por nuk është aq e thjeshtë, ekuacioni ka shumë panjohura, forca amerikane është shumë e madhe. Ka një sekretar Pentagoni që më shumë e dëmton. Ai thotë që nuk ka asnjë raket, është shkatruar mbrojtja ajrore ndaj avionëve tanë. Kur dje për herë të parë një F-35, avion që janë stealth, që nuk përgjohen, ka bërë ulje emergjence, sepse thuhet është goditur. Në qoftë se goditet F-35, kjo tregon që sistemi i tyre kundër ajror nuk paskër ka përfunduar. Natyrisht 6 muaj më parë, thuaj se u zhduk, avionat amerikanë hyn në dalin, dhe Izraeli ka një fuqi të madhe ajrore, 300 avion. Ka më shumë se Franca, më shumë se Gjermania, më shumë se Italia. Dhe ju kthej ndonjëherë që Trump do të kërkojë që Spanja të dalë nga NATO. Qëndrimi i tij me NATO de jure nuk del, de facto thuaj se ka dalë. Dhe nuk ka faj me qëndrimin që patën europianët ndaj kërkesave të tij. Edhe pse në mënyrë private kanë thënë, i lutem që të shkatrojë Iranin, publikisht nuk e thonë. 22 marsin në Shqipëri do të ketë një protestë në radhës, që do të na kujtojë atë fitore të madhe kur të gjithë menduan që mori fund në diktaturë, por është fatkeqësi që bijtë nipërt e tyre ende janë zyra pushteti dhe ende vazhdon partia nga Roxhës. Kjo është e turpshme. Kudo në Shqipëri.